Sa po jam fejuar dhe më ndodhin disa probleme. I fejuar i sillet mirë me mua, por kur bashkohet me të shtëpisë vet sillet shumë arrogant, më ofendon dhe do të tregoj që ka pushtet. Edhe kjo bën çfarë i them unë. Ja sot ishte një rast i freskët që më ofendojnë syt familjes dhe unë i thash veç mos më bë debat në syt prindërve të tij, që kjo gjë mua nuk më pëlqen. Dhe ai filloi të bërtiste që ti mua s'më vën dot kushte. Ti vetëm thuaj veç mirë zemër, ke drejt, dhe kështu do të jemi në rregull. Çfarë më sugjeron në këtë rast se po më ftofet si njeri? Çfarë thot Hoxha i shkret? Çfarë thot Hoxha? Unë mendoj që duhet më ul, përderisa jeni akoma në fejes, me i vu disa pika mbi. Përderisa jeni akoma në fejes. Dhe ti thunë, përderisa jemi akoma në fejes, dhe s'kemi bo nikahun, se ndoshta kanë bërë, po përderisa s'është bërë dasma, dëgjo, kjo lloj gjë nuk shkon. Madje dhe Hoxha nuk kam pyet për këtë punë dhe Hoxha tha që kjo gjë nuk shkon. Nëse ti do me pas këtë lloj sjellje gjithë jetën me mu, ti pastaj motra ime zgjidh, o do ndrohesh gjithë jetën, Allahu ta lehtësoft, ose i thunë, ti se është puna, unë këtë gjë nuk e përballoj dot. Selam aleikum, aleikum selam.